Zoti Islami, çfarë do të thotë ky provokimi i Edi Ramës me grekët, ku një herë i sulmon dhe më pas tërhiqet duke thënë që shqiptarët dhe grekët janë vëllezër? Edi Rama është i njohur për provokime, është i njohur si karagjos politik, s'ka iden fare të diplomacisë, thjesht lëson batuta vend e pa vend, kujton se është duke pirë atë verën 33.000 euroshe, kur flet edhe kur bën deklarata dhe harron që ka të bëjë me një shtet me një diplomaci greke 200 e sa vjeçare, që ka një traditë në diplomaci, ka një traditë në organizimin e shtetit, ka vendosur cashina në marrëdhënie dhe në strategjinë e saj Greqia ndaj Shqipërisë. Shqipëria aktualisht të kërkon gjysmën e trullit të Shqipërisë do të ri, të kërkon të gjithë Shqipërinë e Jugut. Dhe ai këto gjëra i bën heçashkë, thotë shohim çfarë do thonë grekët. Dhe meqense grekët ai duan, trihet mbrapsht dhe thotë e thash për çka. Jo nuk e ka. Provokime që ai bën thjesht për të na thënë, jo neve, jo mua, se unë e njoh edhe i di mirë dhe marrëdhëniet e tij me Greqinë, po ua thot atyre shqiptarëve që nuk e kanë iden fare se kush është Greqia dhe çfarë politike luan Greqia kundër Shqipërisë. Sot jemi vëllezër. Dhe përfiton, ose si thua, i adresohet ekzistencës komunitetit të arvanitëve të Greqisë. Arvanitët do të ri vërtet flasin shqip, vërtet janë shqiptar autokton mira vjeç, por janë armiq të Shqipërisë sepse e kanë deklaruar të gjithë ata udhëheqësat politik të Greqisë, gjatë gjithë kohës që të paktën që nga 90-ta politikën greke, janë armiq të theksuar tanët. Ata e thonë shqip, ne jemi grek, thonë, asnjëherë s'kan pranuar që të thonë jemi arvanit, shqiptar. Ka persona të ndryshëm, ka individ të ndryshëm që e thonë këtë të vërtet, që vërtet janë me gjak shqiptar, janë pasardhës të pelladhëve dhe të ilirëve. Por politika greke dhe kisha greke është armike e betuar e popullit dhe kombit shqiptar. Se dikush para një 3 ditësh më quajti dhe spion të grekëve mua, po nëse gojën e ka të tij se cili dhe thot çfarë të doj. Se kush e zaç në Greqi dhe çfarë ka bërë dhe si ka marrëdhënie dhe çfarë biografi e ka zaç Islami në Greqi, e di i bardhë i zi, i madh e i vogël, brenda dhe jashtë Shqipërisë, e di gjithë diaspora. Prandaj në këtë pikë unë jam njohur si shkëlqyer i marrëdhënieve dhe i qëndrimit grek me Shqipërisë. Asnjë nuk i njeh marrëdhënie, sepse kam ndjekur politikën greke që momentet e para që kam mbajtur. Dhe po ju them dhe një herë tjetër, Edi Rama provokon, mat pulsin, shikon udhët shqiptarëve që janë atje në Greqi, kuptohet, u thotë që s'keni merak, unë me Greqinë nuk i prish marrëdhëniet, ata po janë natyrisht që janë të interesuar që të kenë marrëdhënie të mira me Greqinë sepse jetojnë atje, kuptohet, dhe ky këtu tallet me shqiptarët. Kaq. Si e shpjegoni që Edi Rama ka këtë përullësi ndaj grekëve duke shkuar deri në kufitë e servilizmit, ku kërkon ndjesë dhe nuk i qëndron asaj që u shpreh në konferencën që mbajti 2 ditë më parë në Abu Dhabi? Çfarë kërkon Edi Rama të arrijë përmes këtyre provokimeve dhe pse i cilëson shqiptarët dhe grekët vëllezër, ndërkohë që më parë futi këtë lloj spice, po themi, midis tyre? Për mua ai shkron trasen, vë hekurudën gati që të vej çështja në gjykatën e Hagës, çështja e betit. Dhe Edi Rama është i vendosur, është i blerë nga shteti grek, është agent i shtetit grek për të dhënë pjesën atë hapësirë detare që kërkojnë grekët. Dhe këtë deklaratë e them, ta dëgjojnë mirë të tërë ata që ndokush që më quajti mua spion të grekëve, ta dëgjojnë mirë, të jap veshët, që Edi Rama është agent i grekëve dhe kërkojnë që t'u jap detin grekëve, atë pjesë që ka bërë marrëveshjen Sali Berisha në 2009 dhe që parlamenti grek e ka ratifikuar dhe e ka në fuqi. Dhe me sa di unë kanë shkuar dhe kanë filluar dhe çmimet në atë zonë që është jona dhe ata e konsiderojnë të tyre duke marrë atë ta shquajturin 12 milje. Pra, Edi Rama përgatit terrenin tani që të thotë, jo, unë miri kam marrëdhëniet me grek të ndekte, po ja gjyqi i Hagës u dha atyre s'kam që
Kjo është politika që ka bërë Edi Rama tani, por ne nuk kemi budallë. Ne nuk na shkon dot peshku në varr, kur thona Edi Rama, ose u rrogot kur thot populli shqiptar. Edi Rama është agent dhe shërbëtor besnik i politikës greke. Edi Rama shet interesat e popullit shqiptar te grekët. Lidhur me Sazani që dikush tha, që pas kam thënë që Sazani t'i jepet Greqisë, ishte diçka e tillë kështu, po them edhe një herë tjetër, Sazani është tok shqiptar dhe s'ka burnën e që prek. Zoti Islami, pse Edi Rama nuk diskuton me Greqinë çështje kaq të rëndësishme siç është çështja e detit, të cilën e kanë dërguar në Hag, apo dhe çështje sa i përket ligjit të luftës me Greqinë, apo të drejtat e emigrantëve shqiptar në Greqi, po merret me të tilla diskutime banale? Se po të bëj një gjë të tillë, grekët e nxjerrin përbishje për jashtë. I njihni grekët ju. Grekët janë egoistë politik. Grekët janë të vendosur në atë që kërkojnë. Ne kemi mbetur mes katër rrugëve pa që s'bën kush. Ne shqiptarët. Dhe ai grekëve u thotë jetë në çdo kohë. Ai si t'ia bëj Serbisë që ka Kosovën kockën fyt, edhe janë kosovarët që në Ballkanin tradit, marrëveshje që bëri për të dhënë trojet e tjera me Serbinë, ai këtë gjë tani po bën me Greqinë. Shqiptarët duhet hapin sy dhe të shikojnë që Edi Rama është armik i betuar interesave kombëtare shqiptare. Dhe kushdo që do të kundërtën është armik i popullit shqiptar dhe armik i Shqipërisë. Zoti Islami, në këtë rast, a mund të hakmerret Greqia kundrejt Shqipërisë dhe mund të vendos veton sa i përket procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian? Të lutem. Po. Të lutem. Harrojeni fjalën antarësim në Evropë. Me kartë tallen këta tanët, jo Greqia. Greqia mirë bën se i thotë, çka ishte se nuk të lënë të vesh në Evropë. Nuk vemi në Evropë ne zotëri. Ne po vajtem do bashkohemi me Amerikën, jo me Evropën. Ajo është një letër që tallet e Dinama për të thënë shqiptarëve që ja nuk na lënë të vemi në Evropë, prandaj do t'i tolerojmë. Dhe i ka toleruar sa s'ka ku shkoj më. Ka bërë 2 bashki me Kombësi Greke, ka njohur gjithçka që kërkojnë grekët, gjithçka, po them, të plot, dhe Dinama është armik i betuar, po e them edhe një herë tjetër, interesave kombëtare shqiptare. Pse s'ja mban Dinamës vetë thotë heqni ligjin e luftës? Pse nuk ja mban zyrtarisht, jo në për stadiume, se ato janë fjalë që merrera, po zyrtarisht të kërkoj ligjin e luftës, të hiqet, zyrtarisht të kërkoj të drejtat e çamëve të përzëngat edhe të pronave të shqiptarëve në Greqi, zyrtarisht të kërkoj mbrojtjen e interesave të komunitetit shqiptar në Greqi dhe në Athinë, dhe të thotë dhe arvanitëve që ju zotëri që më hiq që thoni jemi grek, arvanit s'ka grek, është arvanit o është grek. Pra me këto luan Edi Rama, zotëri. Në këtë rast, pse nuk e bën dot pra Edi Rama që të trajtojë çështjen e ligjit luftës, çështjen e çamërisë, apo edhe çështje të tjera që janë mjaft të rëndësishme? Jo, nuk e bën dot. Hiqet fjalën se bën dot. Edi Rama nuk do ta bëj, sepse Edi Rama u shërben interesave greke dhe e di që duan grekët. Dhe ato që kërkojnë grek dua ka dhënë. Për Edi Ramën, çka është bërë? Se vajtja në Hag për çështjen e detit, zotëri, është që i vë vulën traditës kombëtare dhe shitjes së trojeve tona. Kaq. Po çfarë kërkon të thotë Edi Rama kur shprehet se grekët e vjetër nuk kanë lidhje me grekët e sotëm? Na u bë dhe historian tani ky piktori Çapaçul, edhe nuk e vjetur, po dalë mos e ka ca burra tjerë Shqipëria që se lënë të thotë kështu. Jo, zotëri, jo. Grekët e vjetër s'kan gjuhë të vjetër, që greqishtja e vjetër është gjuhë shqiptare dhe është gjuha greqishte. Dhe po u them për kuriozitetin e dëgjuesve dhe të shikuesve tuaj, do t'u them disa fjalë greke të greqishtës së vjetër, thojza që në pak janë shqip. Shkoni në Greqi dhe thoni duat marr kredi. Do thot dhanjo. Dhan, me dhan, është dialekti grek i fjalës marr, borx. Një. Shkoni në Greqi dhe pyetini si quhej shiu në gjuhën e vjetër greke. Në gjuhën e vjetër ta shikojë greke, ti kuptojmë. Thoshin shi
Vroqi i thonë shiut sot në Greqisë e flasë sot. Në Greqisën e vjetër quhet që i themi neve. Në Greqisën e vjetër mali quhet mall dhe pasuri. Mall dhe mal e kemi neve, ata i thonë vuno malit. Në Greqisën e vjetër kur mpiksej një fëmijë në një çift të burua, thuhet o tani në qisi. Pra kur u bë ngjizja. Pra këto janë fjalë shqipe zotëri të pastra fare. Kjo është Greqisja e vjetër që thonë ata. Është Greqisja e vjetër, është shqip e pastër. Kështu që unë kam lirë që e vërtetojnë këtë gjë, të shkruajtura dhe nga historian dhe arkeolog grek. Mirë po Edi Rama është nështruar totalisht dhe traseen e Edi Ramës për të mbështetur grekët ja ka bërë gati Enver Hoxha që me taksajn Enveri në Paris vendosi që të hiqte kartat e identitetit, taftotit që thonë grekët, çamëve, me qëllim që ata të mos kishin mundësi të ktheheshin më në Greqi edhe të bënte shtetat shqiptar. Pikërisht këtu është tradhtia që është bërë kombi shqiptar, ndash me problemin çam, ndash me problemin e ligjit luftës, ndash me problemin e pronave, ndash me problemin e minoritetit, janë 40.000 apo 50.000 maksimumi minoriter, na del Haralambos Karathanos dhe thot janë 500.000 shqiptar minoritar do në Greqi, kemi 500.000 grek. Ishte Sali Berisha që e njohu himarën greke, apo si tonë këto. Se dikush më qua që dhe Salihu jytë më tha para ca ditësh. Jo zotëri, se shtemi Salihu. Salihu është juaj se ju e vut president. Se vura unë.